A jeni gati tani për të njohur me top 5 filmat më të mirë sipas kritikës për vitin 2021. Kemi përzgjedhur 5 prej tyre, sigurisht bazuar, po themi, në disa prej portaleve më të rëndësishme botërore që bëjnë një renditje, duke renditur nga kritikat që kanë marrë dhe nga vlerësimet që kanë marrë nga kritikët sigurisht të kinematografisë dhe Hollywoodit. Shkoj me një herë me të parin. Arta është The Power of the Dog. Nuk është kjo, nuk ka lidhje me këtë. Se mos është kolon zanore e filmit apo nuk është. Sa dëgjon një fjalë dog, me një herë ka këtë këngë në mendje. Jo, nuk ka lidhje me këtë fare. Është në fakt një atmosferë krejt tjetër tek ky film. Është një dramë e madhe psikologjike me Benedict Cumberbatch, një aktor shumë i njohur që e kemi edhe tek Spider-Man, duhet thënë, ka qenë një vit mjaft i suksesshëm për të. Flet për një fermer i quajtur Phil Burbank, i cili ngjall frikë tek ata përreth. Është një njeri i vetmuar që ka një personalitet shumë të egër edhe nuk gëzon shumë respekt në rrethin e tij miqësor. Kur vëllai i tij sjell në shtëpi një gruatër edhe djalin e saj, Fili i torturon ata derisa gjen veten të ekspozuar ndaj mundësisë së dashurisë. Pra është, po themi, një ndryshim 100% i personalitetit. Po dashuria ja që shkrin edhe zemrën e tij. E shkrin. Kështu që mbajini mend, i pari është The Power of the Dog, për të shkuar me një herë tek filmi numër 2. Numër 2 është Spider-Man No Way Home, një film që po bën namin edhe po ndiqet, po kërkohet pafund për tu parë në edhe titulli është bërë shumë interesante. No Way Home, fakt kemi parë pafund meme, për shembull Spider-Man Work from Home. Ishte Spider-Man para një kompjuteri duke punuar në shtëpi për shkak të koronavirusit, ose Spider-Man You Can't Leave Home, ishte një nga telenovelat indiane që e kishin ulur në një karrige Spider-Manin dhe nuk dilte nga shtëpia. Ose Spider-Mani me ca kile plus, ka qëndruar shumë në shtëpi. Por unë kam një surprizë për ty, Arta. E mban mend këtë moment se nga cili Spider-Man është shkëputur? Unë do thoya momenti më ikon i filmave Spider-Man. Ta dëgjoj. Could you pay me in advance? Ky është momenti kur Spider-Man është reporter dhe shkon fakt për t'i dërguar kryeredaktorit të gazetës New York Times, mos gaboj, ose një prej gazetave të New Yorkut. A do më paguash më përpara? Dhe i thot, unë kam imazhet e Spider-Man, do më paguash më përpara, dhe në fakt ja, se cila ishte përgjigja e tij. J.K. Simmons është një super aktor që do të jetë edhe tek Spider-Man No Way Home. Nuk e di nëse do të ketë me këtë të qeshurin e tij karakteristike sërish, po kjo ishte nona e memeve diku. Spider-Man ka ardhur javën e kaluar, në mos gaboj apo jo, e prezantuan me së bashku me miqtan nga Cineplex me Ernin e Klemin. Po të dëgjojmë të qeshura se duam të qeshim edhe ne. Mirë, shkojmë tani tek filmi i radhës, edhe këtë sapo e prezantuam sot, edhe me sa duket më një herë ka zënë klasifikim, ka zënë një rend shumë të mirë. E kemi fjalën për The Matrix Resurrections. Po është në vendin e tretë, sepse në Shtetet e Bashkuara është shfaqur pak më herët, edhe duhet thënë se me një herë ka zënë vend si një film mjaft i mirë nga kritika, madje duke krahasuar ndoshta diku edhe më të mirë se sa i 99-s. Nuk e di nëse e mban mend Morpheusin tek filmi i vitit 99, është ai me syze të zeza që i ka ato syze si dy. Që i ka ato syze si nuk si dy tapa të zeza, nuk e kemi më. Dhe në fakt ai ishte gjithashtu në qendër të vëmendjes për shumë kohë dhe na shfaqi atë foton e tij me syze, me memen me shprehjen What if I told you? Pra, po sikur të them, për shembull që po hëngre peshk dhe djath, nuk do helmohesh. Në fakt unë jam helmuar një herë, kështu që kujdesni, se mund të më vinte ambulanca në shtëpi edhe po sikur të them që nëse godet 2 herë iPhone-in nga mbrapa, bën një screenshot. Këtë nuk e di, a? Asuisi nuk e dinte këtë dhe ja kam mësuar shumë shpejt. Po sikur të them që fjala pozitiv ka qenë fjala më negative e 2020 dhe 2021 ishte bashkë. Po, shumë interesante kjo, në fakt ka rezultuar pozitiv. Shiko, duhet jemi mirë pozitiv, po me teste negative. Në fakt, kjo shpreha what if I told you nuk është përdorur kurrë si line-up apo si shprehje tek mediat. Nuk e di se kush ishte i pari ai që e shpigu këtë gjë, ndoshta duke u nisur nga imazhi i Morpheusit, që ishte shumë serioz, edhe po i shpjegonte Neo se çfarë ishte bota Matrix, po themi. Ka dhe një zë shumë të veçantë. Po, asgjë nuk ishte reale, pra të gjithë po jetonim në një botë virtuale ku njerëzit ishin agjentë etj. Pra what if I told you që e gjitha kjo që ke parë tani, ose po sigurt të them që e gjitha kjo që ti ke parë nuk është as pak ashtu siç ti e kishe menduar.
Po të them sikur pandemia është thjesht një iluzion. Po sikur të them që ne tani nuk jemi në the movies. Kështu që ky është pak a shumë. Si ishte kjo? Keanu Reeves, që s'ka harruar të bëj kung fu. Di akoma kung fu, kështu që. Në fakt duket pak i rënë nga fiziku pak më i vjetëruar, sepse sigurisht kanë kaluar edhe disa vite, por me sa duket nuk ka harruar kung fu Keanu Reeves. Keanu Reeves gjithashtu edhe është përfolur shpesh edhe për thjeshtësinë e tij, ai nuk preferon që të bëjë një jetë luksi apo që të ketë shtëpi maramën me shifra maramënse, banon një apartament të thjeshtë, 500 milion dollar në bank. S'ka gjë. Duhet thënë gjithashtu që edhe ndihmon shumë. 500 janë shumë. Ndihmon shumë edhe të varfër, le të themi, shikohet shpesh rrugëve duke folur me njerëz të thjeshtë edhe është shumë popullor. A ke diçka për t'i thënë Keanu Reeves tani? Të dua. Ai po të dëgjon. E ke në telefon. Foli pak. E thash, të dua. Të dua si artist patjetër. Do ta shpusim këtë pjesë edhe do ta hedhim në YouTube me tagin. Në këtë rast Keanu Reeves do mësoj edhe një fjalë shqip si i thon I love you në shqip. Mirë, në këtë deklarat dashurie ikim me një herë nga Matrix dhe shkojmë tek numri 4, është filmi shumë përfolur House of Gucci. Lady Gaga në fakt ka sërish me një performancë shumë të mirë edhe në këtë film pas suksesit që pati së bashku me në filmin më kujto titullin se humba. Duhet ta gjesh. Kujt se Edison e kam për ty. Prit se do të lëdhet sa kohë. A Star is Born. Dhe mban mend që kemi qenë me Elsa dhe sërish e kemi harruar titullin e filmit. Të tre harruam. Nuk po mua dhe prandaj po hiqesha sikur do të lë kohë që ta gjesh vetë, unë si e kisha idenë fare. Disa javë më përpara ne kishim ftuar Elsën dhe po flisnin për njëjtin titull dhe të tre e humbën fare dhe nuk e kujtuam dot titullin. Është një gjë djallëzore me këtë Star is Born. Lady Gaga performoi shkëlqyeshëm, por edhe në House of Gucci ka ardhur mrekullueshme në rolin e Patricia Reggiani. Se ka bërë shumë mirë. Father, Son and House of Gucci. Sa hot, sa ta dëgjojmë edhe një herë këtë, është se thot shumë hot këtë gjë. Father, Son and House of Gucci. Kush e di si do ketë qenë Patricia Reggiani e vërteta, domethënë ajo është gjallë ende, po kush e di çfarë do i ketë punuar Gucci. Edhe ja ku është Lady Gaga edhe në këto rolet e saj si aktore e shkëlqyer. Kush e di çfarë do i ketë punuar, në fakt ajo e vrau. Jo, ta mendosh, po kujtoja pak deklaratat e Lady Gagës, e cila ka thënë që ishi dashuri vite më përpara, i kishte thënë që ti nuk do arrish kur sukses. Edhe ja ku është, jo vetëm e suksesshme në muzikë, por gjithashtu edhe në film. Të tjerë aktorë që shohim në House of Gucci janë edhe Adam Driver, Jared Leto apo Al Pacino, ndërkohë ka pasur reagime së fundmi nga familja Gucci, të cilët janë ndjerë të fyer edhe kanë parë të gjithë historinë, le të themi, jo ashtu siç realisht është, edhe do kishin dashur që të konsultoheshin spaku me familjen. Të kishin bërë diçka përpara se filmi të shfaqte premierën, edhe mbase edhe ata nuk janë interesuar dhe pikërisht kjo është arsye. Ata kanë thënë që janë portretizuar janë portretizuar si banditë ignorantë të pandjeshëm ndaj botës dhe gjërave përreth. Megjithatë, sigurisht që gjithmonë në raste të tilla kur kemi filma të bazuar në histori të vërteta, gjithmonë ka dhe reagime nga familjet apo nga personat, të cilët jo gjithmonë ndoshta i presin mirë. Sigurisht. Ikim tek vendi i 5 pas House of Gucci, është Dune, një film shumë i përfolur me Timothée Chalamet, Rebecca Ferguson, Stellan Skarsgård, Dave Bautista, Zendaya e shumë aktorë të tjerë, Jason Momoa, gjithashtu Javier Bardem. Është një ndër filmat më të përfolur të vitit 2021. Më bëri shumë përshtypje një gjë që për shembull bëhet fjalë për vitin 10.000 ca dhe ende luftohet me shpata, pra bëhet fjalë për një shumë të ardhme të largët nga kjo e sotmja, sepse vitet sigurisht janë ndryshe. Dhe në fakt kishte disa klane që luftojnë ende me shpata, pra kishte edhe anije kozmike, të cilat mund të për pak sekonda mund të shfaqeshin nga një planet në një tjetër, ndërkohë kishte edhe njerëz që luftonin ende me shpata, shumë interesante. Ndërkohë Dune së bashku me No Time to Die janë ata që kryesojnë në raundin e parë të filmave të përzgjedhur për ceremoninë në 94 të çmimeve Oscar. Të dy filmat janë përzgjedhur në 4 kategori pas shpalljes së 10 filmave, kështu që duket që janë shumë afër në konkurrencë me njëri tjetrin. Mirë, ikim tek një tjetër kategori tani. Janë 5 filmat që kanë argëtuar më shumë para.
sepse sigurisht flasim për një industri me shifra maramëndse dhe nuk mund të shpëtonte këtij klasifikimi. Do t'i marrim në fakt nga vendi i 5 duke shkuar tek vendi i parë. Në vendin e 5 është F9 apo Fast and Furious 9, The Fast Saga e quajtur, që ka mbledhur $173 milion. Dhe duhet thënë që ishte një film i bukur, mezi i pritur për këtë vit, por nuk e di, nuk pati ndoshta shkëlqimin e shumë filmave të mëparshëm, për shkak se edhe janë shumë, u bën nënti. Vjen një pikë ngopja pastaj që nuk i do më. Publiku ishte i ngopur edhe kam përshtypjen që kjo ishte një ndër arsyet pse renditet në vendin e 5. Në vendin e 4 është Vejusha e Zezë. Widow, e cila në fakt vitin e kaluar na erdhi në fund të vitit, thamë që na erdhi si një dhuratë për fund vite dhe sigurisht që gjallëroi të gjithë kinematografin, ka rikëtuar plot $183 milion. Ka dhe ca shifra nga mbrapa, po. Ndërkohë të rëndësishme janë këto milionët. Milionët sa $1, pastaj nuk ka shumë rëndësi. Në vendin e 3 është Venom Let There Be Carnage, $212 milion. A e di që Venomi quhet Eddie? Edi, jo nuk e di. A qa ishe Eddie? Edi, nuk e di. Dhe, a e di se Venom i ka shumë qejf gjërat e ftohta, por edhe pulat i ka fiksim. Edhe unë e ha shumë. Ka 2 pula madje Venom. Hopa! Në fakt supozohej që këto 2 pula i ti hante të ushqej me to, por 2 pulat ishin mike shumë të ngushta me njëra tjetër në shtëpinë e tyre dhe ai le gjallë madje kujdeset për to dhe i ka fiksim pulat. Që ka shumë preksim. Kjo kënga që ky remixi që vendosëm tani me pulën është shumë interesant për të kërcyer edhe në një dasëm. Uizi, ta kemi parasysh. Do bën një parti. Okej. Ndërkohë, për të shkuar tek vendi i dytë, ndoshta do na duhet që të dëgjojmë se si prononcohet titulli, se kemi pasur debate me Edin si prononcohet ky titulli, ha Uizi? Është filmi i dytë në fakt, Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings, $224 milion. Me sa duket nuk ka qenë vetëm problemi ynë, tamam, shqiptimi i Shang-Chi. Se edhe në film ka pasur diskutime. Le të shohim pak një debat mes 2 aktorëve kryesorë të filmit se si është emri i vërtet. Shang-Chi. Shang e morëm vesh. Po themi ndonjë fjalë të gabuar, amanse. Ne kemi edhe problem pak çt, edhe qt. Të pjesën e Shang nuk e kemi problem. Shang mund ta themi si duash, po te kjo pjesa e dytë unë refuzoj të prononcohem. Okej, për të shkuar tani tek vendi i parë dhe çështja është që ekspertët e box office po përpiqen të zbulojnë arsyet pse është në vend të parë dhe pse ka arkëtuar kaq shumë para Spider-Man No Way Home, sepse ka arkëtuar plot deri më tani $328 milion. Po, unë mendoj se edhe eri dhe Klemi nga Cineplex na zbuluan javën që shkoi që ishte një film komplet ndryshe nga filmat e tjerë Spider-Man. Tashmë çdo gjë po themi është e hapur, pra nuk ka më një Spider-Man që fshihet pas një maske, sepse ai po themi është zbuluar se kush është në të vërtetë. Kasti aktorëve që luan aty, tham Tobey Maguire, unë thash nuk është, po në fakt ai shfaqet diku nga filmi, që do të thotë është një rikthim shumë interesant. Se kanë parë akoma njerëzit, ja do ikim ne sot ta shohim. Po, dhe duke qenë se Spider-Man u fut edhe tek filmat me më shumë arkëtime, edhe pse ka vetëm pak ditë që është publikuar, domethënë janë një sër gjëra që vërtetojnë që ky film është shumë i bukur. E vërtet, në fakt në diskutimet që patëm me Edin për të shkuar pas pak në Cineplex për ta parë, unë doja Matrix, ndërkohë që Edi votoi për Spider-Man edhe Spider-Man i tij, kështu që do shohim Spider-Man vetëm pas pak. Këto ishin edhe 5 filmat me arkëtime më të larta. Pas shkuar tani tek Netflix, sepse i kemi tani. Shok. Okej, mendova që do bënim një shkputje. Edhe për shumë seriale na është dashur edhe të heqim dorë nga orët e gjumit për t'i përfunduar. Shohim se cilët janë 5 serialet më të ndjekur në Netflix për vitin 2021. Në vendin e 5 është Sex Life me 67 milion klikime. Shumë interesant ky serial. Është Sex Life në fakt jo Sex Bomb, megjithatë filmi seriali flet për një nën dhe 2 fëmijë të cilët bëjnë një udhtim të ngarkuar me fantazinë në kujtesën e saj, që e vendos të tashmen në një rrugë përplasjeje më të kaluarën e saj të egër. Kështu që edhe pse nëna e 2 fëmijëve
I duhet pak fantazie dhe I duhet pak jetë. Thuhet që sidomos edhe kjo jeta seksuale fillon pas të 40-tave. Nuk e di sa e vërtetë është se un jam 27 vjeç. Edhe un 30 jam. Por që presim. Unë mund të them për atë pas të 30-tave. Në vendin e 4 është Made me 67 milion klikime. Pasi ka lënë pas një marrëdhënie abuzive, një nënë e re gjen një punë duke pastruar shtëpitë ndërsa lufton për të siguruar fëmijës së saj një jetë të mirë dhe për t'i ndërtuar një të ardhme më të mirë. Më kanë thënë që është serial shumë I bukur se ka pak kohë që ka dalë. Në fakt unë nuk kam arritur ta shikoj. Unë kisha vënë në reminder për ta parë dhe se kam filluar, por në vend 4. Tani do të jem gati ta parë. Tani po ngushtohet gjëja dhe do të shkojmë tani tek vendi I tretë. Kush mendon? Jo. Mos na frikso Izi. Nuk është kjo. E di që e ke fiksim për serial, po nuk është në vendin e tretë. Në fakt është për tu habitur sepse mund ta prisnim në vendin e parë, por ja që është në vendin e tretë, La Casa de Papel me plot 69 milion klikime. Duhet thënë që edhe ky folëm pak më parë për Fast and Furious që ka një ngopje të publikut. Kam përshtypjen që edhe me La Casa de Papel ka një ngopje, po një te ngopje. Okej. Edhe unë e pash sezonin e fundit, ato 5 seritë e fundit dhe I kam parë diku për 10 ditë se nuk kisha në interes të madh me thënë të drejtën. Kështu që La Casa de Papel gjithsesi është në vend të tretë dhe padyshim që Bella Ciao është një ndër gjërat më kryesore që na ka mbetur në mendje nga La Casa de Papel. Megjithatë, sigurisht është një nga serialet më të shikuara. Këtë nuk mund ta mohojmë edhe pse ndoshta po themi është bër pak është ai momenti kur profesori me vëllain e tij me Berlinin po thurnin planet dhe fillojnë e këndojnë këngën. Një këngë të cilën e kërcejmë dhe duam fort, ndoshta La Casa de Papel na e risolli dhe na e rikujtoi sërish. Mirë, në fakt se kisha edhe një gjë për të që nuk kam mbaruar këtu do vi edhe një serial tjetër me Berlinin si personazh kryesor. Më duket se nuk do ketë, se nuk është zbuluar shumë, po nuk do ketë lidhje direkte me La Casa de Papel, por që është për personazhin e tij, meqense të gjithë fansat edhe ndjekësit e adhuruan personazhin e tij. Kjo është arsyeja pse edhe Berlini erdhi sërish edhe në sezonet e tjera. Për të shkuar në vendin e dytë tani. Po në vendin e dytë. Pra, Uizi insiston, jo Uizi. Po çfarë I pëlqen ti seriali nuk e marr vesh më çfarë. Unë e kam quajtur serial alla kanibal. Squid Game-in. Po nuk është Squid Game-i, mos e zbuloj. E habitshme, edhe vendi I dytë është shumë surprizues. Lupin është seriali që ka marrë 76 milion klikime. Sezoni I parë, pra 5 seritë e para që u publikuan diku nga fillimi I vitit, më vonë pastaj u publikuan edhe 5 seritë e dyta. Një version ndryshe I La Casa de Papel, për ta mbyllur me kaq. Me sa duket, edhe kjo është preferuar shumë edhe është shikuar shumë nga të gjithë fansat le të themi të Netflix. Rëmbejmë këtë ky është një moment nga Lupin apo Lupin, si ti themi më jashtë. Lupin. Ikim Uizi nga Lupin, unë rëmbej statujen e Oscarit tani për t'i adhuruar vendin të parë. Më I klikuari dhe nuk e di pse keni klikuar, pse e keni parë kaq shumë more njerëz. Këtu e kam fjalën edhe për veten time. Mo lër, është pikërisht ky në vendin e parë. Në vendin e parë dhe ka marrë plot 142 milion klikime. Për faktin sepse u bë shumë virale, u përfol shumë, edhe njerëzit po e shpërndanin, po e përflisnin shumë edhe të gjithë duke dëgjuar pak nga njëri tjetri nga portalet se çfarë flet dhe media, edhe u tërhoqën për ta parë. Për mua le të themi që ka qenë një zhgënjim, nuk është se ka qenë ndonjë serial wow. Për mua nuk mund të them që ishte një zhgënjim, por ishte një serial jo si të tjerët, diçka ndryshe. Jo si të tjerët, megjithatë pati edhe shumë polemika që mund të ngjallte dhunë dhe mund të përkthehen në realitet I gjithë ky skenar. Red light, green light. Mos lëvizet I sonaçi. Shkurta biç, kjo është vegan shkurta biç e jona. Red light. Mirë. Okej. Ishte vendi I parë që I përkiste Squid Game me 142 milion klikime. Po filmat më të dobët, se sigurisht që punë bëjnë të gjithë ta njerëzit e kinematografisë, po jo gjithmonë arrin që të klasifikohen si më të mirët, ka pasur edhe klasifikime si filmat më të dobët të 2021. Filmat më të dobët të vitit 2021. Në vendin e 5 The Misfits është klasifikuar kështu. Pierce Brosnan, Jamie Chung dhe Nick Cannon luajnë në këtë thriller grabitjeje. Personazhi
personazhet janë të butë, dialogu quhet pak a shumë mizor, le të themi shumë i vakët, veprim mediokër, madje është edhe grabitja është e mërzitshme. Kështu ka thënë kritika për këtë film. Më vjen keq që Pierce Brosnan është këtë vit i renditur tek filmat më të dobët. Po, është film i renditur, nuk është Pierce i renditur. Po dakord, po është aktori kryesor, kështu padyshim ka një. Në vendin e katërt kush është? Breaking News in Yuba County. Duket se është një film i cili nuk ka bërë shumë për vete publikun. Erdhi në fakt shumë i zhurmshëm edhe me shumë aksion. Disa skena të përgjakshme etj, por që nuk rezultoi suksesshëm. Në vendin e tretë është American Skin. Në vendin e tretë, padyshim që American Skin është një film i cilësuar i ngathët dhe i rëndë. Që merret me çështje bashkëkohore etj, por që nuk është se ka pasur sukses. Ndërsa në vendin e dytë është Music, një film i realizuar nga Sia, edhe pse Sia në fakt është gënjur dhe ka thënë që së pari duhet ta shikoni filmin dhe pastaj ta gjykoni. Megjithatë, kritika ka qenë le të themi negative, nuk është se e kanë pëlqyer shumë, edhe pse me pjesëmarrjen e Kate Hudson, Maddie Ziegler dhe shumë të tjerë. Dhe në vendin e parë kë kemi në vendin? Boxing Day. Ha. The Lucille Hotel Theater, bada. Bla bla bla. E kishim është Vanquish në vendin e parë si i renditur si filmi më i mirë ndër të këqijt. Mund ta themi kështu. Sepse thuhet që as Morgan Freeman nuk e arritur ta shpëtojë këtë thriller aksion nga kritika negative. Mos u mashtroni me emrin Morgan Freeman, ka shkruar New York Post. Ndonjëherë vërtet kur ka një aktor për shembull si Morgan Freeman, ne shikojmë filmin pa parë sinopsin fare. Po ndonjëherë që kemi edhe këtë rezultat. Këto ishin filmat më të dobët të vitit. Tani të përmendim shpejt si jemi drejt fundit, kemi pasur shumë produksione shqiptare, për shembull shumë seriale. Seriali Nina, seriali Snob, seriali Hot, seriali Katrori i Pushtetit dhe Rushja e Kosovës. Rushja e Kosovës. Shumë interesant ky serial o Rushi. Por Kosova na ka sjell edhe filma shumë të bukur. Luaneshat e Kodrës, ka qenë një ndër episodet që Edi ka intervistuar dhe Luana Bajramin. Po në fakt një regjisore vetëm 21 vjeç edhe me sa duket me hapa të suksesshëm. Dy Luandret Venecias më pas erdhi nga Jonit Jorgji, e kemi pasur gjithashtu Jonitin të ftuar në program. Shkëlqimet e rënja e shokut Zylo nga Fatmir Koçi, Freestyle to Montenegro nga Erdit Sadiku dhe Zgjoi nga Blerta Bashol, e cila është gjithashtu e shortlistuar për filmat më të mirë të huaj në Oscar. Dhe shumë lajm i mirë ky, 5 seriale shumë të mira, 5 filma shumë të mirë, produksione shqiptare. Kjo do të thotë që 2022-shi shpresojmë, urojmë që pandemia të mos jetë kaq po themi e egër sa këto 2 vitet e fundit, që të na lejë të punojmë më shumë edhe të sjellim premiera akoma më të bukura dhe më interesante sa kohë që po lëm. Edhe në 2022-shin The Movies do jetë këtu, do jetë për ju edhe për të ju përcjellur le të themi ato këshillat edhe të gjitha teoriat më të fundit nga kinematografia, sigurisht duke falendëruar Cineplex, partnerin të programit ton, i cili na sjell javë pas jave shumë premiera, të cilat bëjnë namin në të gjithë botën. Mos harroni që të na dëgjoni edhe në podcastet në faqen e Top Albania Radios, topalbania.com, por mund të keni edhe të gjitha episodet tona në YouTube, pa diskutim që gjatë këtyre ditëve, nëse nuk dini çfarë të shikoni, mund të hidhni një sy aty dhe të merrni vesh për të rrjedhë filmave dhe sugjerime pafund. Gëzuar Krishtlindjet për të gjithë ju që i festoni, Krishtlindje të bardha edhe festofshi gëzuar sa më gjatë le të themi. Edhe sigurisht urojmë më të mirat për ju edhe shpresojmë që këto Krishtlindje të jenë ajo pika e kthesës ku të kemi një vit akoma më të mirë. Ky është edhe The Movies i fundit për 2021-shin. Faleminderit Wizy DJ, faleminderit Edi. Faleminderit të gjithëve, miru dëgjofshim pas një viti, po mos nuk është kaq gjatë. Në datë 31 kemi një ditë urim për ju, kështu që kalofshi bukur edhe ai qëndroni